Përshëndetje gjithë ju të shenjës së demit. Atëherë mirë se vini në kanalin Astro Tarot. Sot do flasim në lidhje me muajin mars, si do të jetë në lidhje me shenjën tuaj. Ju uroj një muaj sa më të mbarë të gjithëve. Mos harroni shtypni butonin like, bëni subscribe për të marrë sa më shumë video nga ky kanal. Dhe të gjithë ata që janë të interesuar për lexime private mund të kontaktojnë në adresën e emailit ose te WhatsAppi. Ju ftoj të ndiqni dhe videot e kaluara të këtij kanali, videot e muajit, videot e javës, por dhe video me tema të ndryshme në këtë kanal. Ju ftoj të ndiqni dhe ashedenden tuaj sepse dhe ajo është shumë e rëndësishme. Dhe të gjithë ndjekësit e këtij kanali i ftoj të bëjnë abonimin e tyre në këtë kanal për të marrë videot në vazhdimsi. Atëherë do flasim në lidhje me shenjën tuaj, si do jetë në lidhje me 10 ditëshin e parë. Pjesa e parë e 10 ditëshit të parë është një fillim muaj ose një muaj ku ju do shikoni që gjërat do ngecin pak. Diçka nuk shkon mirë, mund të ndjeni pak të stresuar, ose shpirti juaj mund të mbaj shumë bara dhe shqetësime në jetën tuaj. Do keni disa pengesa të vogla në punë, gjithsesi këshillojeni që të mos bëni drama, të përpiqeni të zvogloni ato pengesat që do keni gjatë kësaj periudhe. Asgjë nuk është e pakalueshme. Dhe pjesa e dytë të lindurve të 10 ditëshit të parë, ju do keni mundësi në lidhje me punën tuaj. Një ëndër do t'ju bëhet realitet në lidhje me punën. Do t'jepni një drejtim më të ri gjërave ose punës tuaj ku ju jeni. Duhet keni kujdes sepse mund të keni disa keq kuptime me miqtë tuaj, por ndërkohë do jeni të favorizuar në të rivendosni ato marrëdhëniet tuaja, do keni sqarime në lidhje me marrëdhëniet, me njohjet, me lidhjet, do keni intimitet, por do keni dhe një përparim në lidhje me punën, por dhe pajtime miqësore. Ndërsa të lindurit në 10 ditëshin e dytë, ju do keni një dashuri ku do t'ju japi flutura në stomakun tuaj, do jetë një dashuri e papritur, do t'ju sjelli shumë emocione, do keni njohje të reja dhe në lidhjet miqësore, do jenë miqësi të reja gjatë këtij muaji, por gjithsesi është një muaj që ju do ndjeni të gëzuar, do ndjeni të kënaqur, do ndjeni të ri për të rirë. Të gjithë ata që janë beqar do takoni një dashuri të re, dhe do t'ju japi një ngjyrim tjetër në jetën tuaj. Gjithsesi në lidhje me pjesën e dytë të 10 ditëshit të dytë, ju do keni zhvillime shumë pozitive në marrëdhëniet tuaja shoqërore, do keni kontrata të rëndësishme, do keni nënshkrime, do filloni partneritetet e vendit punës, në biznese, do keni udhëtime, do merreni me çështjet e studimeve, por ndërkohë do ndjeni atë nevojën për t'u grupuar, për të hyrë në grupe njerëzish. Gjithsesi është një muaj ku ju do ndjeni më të dashuruar, më të ringjallur edhe në marrëdhëniet familjare, në lidhje me partnerin, me partneren tuaj. Por disa prej jush është momenti që të bëni një zgjidhje që e keni pritur për shumë kohë. Dhe kjo ka lidhje me çështjet që ju keni në marrëdhëniet tuaja. Ndërsa në lidhje me 10 ditëshin e tretë, ju do jeni indiferent ndaj ngjarjeve gjatë këtij muaji. Gjithsesi do keni gëzime të vogla, do keni njohje miqësore të reja, ju do ripërtëriheni gjatë këtij muaji, do takoni njerëz të rinj, do keni flerte gjatë muajit, por mund të ketë edhe ngjarje shumë të mëdha në këtë muaj. Gjithsesi të lindurit në fund të 10 ditëshit të tretë, në fund të muajit, për ju është një muaj mirë, ndoshta ju keni vuajtur shumë gjatë periudhës së mëparshme, në muajin shkurt domethënë, ndoshta keni pas edhe probleme që ju kanë tronditur, por vështirësitë do fillojnë të zhduken gjatë muajit mars. Do keni ngjarje të mira, do keni njohje të reja, do bëni aleancë me miqtë tuaj, do keni mbështetje nga grupe njerëzish, por dhe në lidhje me punën tuaj do keni perspektiva të reja, mund të kapni një pozicion më të mirë pune. Gjithsesi edhe klimat e vendit punës do ndryshoj, kështu që ju po hapni një rrugë të re në jetën tuaj. Është një muaj ku ju do shihni dritën ose do hidhni dritë në rrugën tuaj për të ardhmen.
Dhe këtu fillon suksesi, fillon buzëqeshja, fillon mësimi në lidhje me ju. Gjithsesi, jo të gjithë ndikon njësoj, por tham që 5 muajt e para të këtij viti do jenë pak të vështira, jo për të gjithë. Dhe shohim energjinë që na vjen në lidhje me shenjën tuaj. Java e parë e muajit mars. Në javën e parë të muajit mars jeni të energjia juaj. Jeni të energjia e ajrit dhe jeni të energjia e kemi në fakt 2 princeshat të ajrit dhe të ujit. Por kemi dhe krye priftreshen që është një kartë e arkanës së madhe, është mbi të gjitha arkanat dhe tregon që ju do futeni brenda intuitës tuaj në fillim të muajit. Ndërkohë ju shoh që keni hequr dorë nga gjërat që keni besuar deri në këto momente. Ju do fusni besime të reja si në lidhje me dashurinë, në lidhje me njohjet, lidhjet, marrëdhëniet tuaja. Do dëgjoni intuitën tuaj në lidhje me këtë gjë, ose me punën, me shtëpinë, me familjen, me stabilitetin tuaj ekonomik, por ndërkohë shoh që mbani dhe shumë sekrete brenda vetes tuaj. Në mesin e javës, nuk e di, keni kaluar vështirësi, situata të vështira ndoshta, si në lidhje me dashurinë, me marrëdhëniet, me shtëpinë, me familjen, nga ana ekonomike, mund t'i merrni situatat si i keni. Por ju keni marrë mësime në lidhje me këto situata, do filloni të përdorni më tepër atë, do jeni më të mençur në vendimet që ju do merrni. Dhe unë shoh këtu, mund të merrni një vendim në lidhje me një person. Është një person që ka emocione në lidhje me ju dëgjoni intuitën tuaj, por gjithmonë duke futur besime të reja në këtë dashuri. Ndërsa për pjesën tjetër, shoh që do merrni vendime të rëndësishme në lidhje me punën, në lidhje me shtëpinë, me anën ekonomike, dhe ju shoh që do merrni lajme të mira, por do keni dhe një çlirim shpirtëror nga situata të kaluara që ju keni pas gjatë muajit shkurt. Dhe vazhdojmë në lidhje me javën e dytë. Atëherë në javën e dytë kemi të bëjmë me energjitë shenjave të tokës. Kemi energjinë e shenjës së akrepit, kemi edhe energjitë shenjave të shenjës tuaj, energjia e shenjës tuaj, shenja e peshores, por dhe shigjetari. Gjithsesi ju mund të keni dhe ascendenten ose hënën në këto shenja. Ju shoh që jeni duke menduar shumë seriozisht në lidhje me dashurinë, me njohjet që do keni, me lidhjet, me marrëdhëniet tuaja. Ju shoh në një pozicion të mirë ekonomik për një pjesë prej jush, kurse pjesa tjetër do jeni duke menduar për anën ekonomike, për punën tuaj, për financat tuaja, ose dhe në lidhje me çështje dhe situata të ndryshme. Ndërsa në mesin e javës shoh që nuk e di, do ndjeni pak si të mbytur, mund të jetë për një pjesë specifike, dëshironi të jepni fund disa vështirësive që keni kaluar, mund të kenë qenë tension, stres, por gjithsesi unë shoh që ju çliroheni nga këto situata për të bërë fillime të reja, një ndryshim që do vi në jetën tuaj. Dhe vjen një ndryshim i madh, mund të jetë një ndryshim i madh në dashuri, ku ju po e mendoni seriozisht për të futur në një njohje, për të çuar njohjet lidhjet para ose marrëdhëniet tuaja, ose në lidhje me një shtatzani, ku ju keni ndjerë që për një kohë të gjatë ndoshta keni qenë të stresuar në lidhje me këtë temë, por edhe në lidhje me situata të ndryshme shëndetësore për një pjesë tjetër, me studime, me dokumenta të ndryshme. Dhe në fund të javës unë shoh fillime, zhvillime që marrin zhvillime të mira. Për një pjesë prej jush mund të jetë një njohje, një dashuriere, një shtatzani, një punere, një karrierere, një ngritje në karrierë, ose në rastin tjetër në lidhje me anën ekonomike, ku do sjelli bollëk dhe prosperitet në lidhje me ju. Dhe vazhdojmë në javën e tretë. Atëherë në javën e tretë kemi të bëjmë me energjinë e shenjës së Luanit. Kemi të bëjmë me energjinë e shenjës së Peshqve dhe kemi të bëjmë me energji të shenjave të Zjarit. Gjithsesi ju shoh që keni kaluar shumë sfida, shumë vështirësi,
ndoshta këto vështirësi ju kanë zbukuruar dhe ju kanë bërë që ju të gjeni forcën brenda vetes për të ecur përpara. Në qoftë se keni kaluar shumë vështirësi në lidhje me dashurinë, atëherë ka ardhur momenti që ju do përdorni atë forcën tuaj të brendshme, por ndërkohë edhe do zbukuroheni, ndoshta gjitha këto vështirësi kanë qenë një lloj karme në lidhje me ju, dhe ju shoh që ju ndiheni të sakrifikuar. Nuk e di, mund të ndiheni të sakrifikuar në lidhje me dashurinë, me një dashuri, mund të ndjeni në marrëdhëniet tuaja ose edhe me çështje situata që mund të keni të ndryshme në familjen tuaj, ose në lidhje me punën nga ana ekonomike. Për një pjesë tjetër mund të ketë lidhje edhe me një person që mund ta keni që mund të ketë probleme me shëndetin dhe ju kujdeseni për këtë person. Por gjithsesi jeni duke analizuar gjithçka rreth këtyre situatave dhe do mendoni në lidhje me sakrificat që keni bërë deri në këto momente. Dhe në fundin e javës ju shoh që ju do arrini të stabilizoni situatat. Do keni një takim me një person, do jeni duke festuar, ju shoh të ulur, duke nuk e di, por një dritë nga universi vjen tek ju dhe ju arrini të stabilizoni familjen, fëmijët tuaj, shtëpinë tuaj ose anën ekonomike, por dhe situata dhe çështje të ndryshme që ju mund të keni. Dhe vazhdojmë në lidhje me javën e 4. Në javën e 4 jemi te energjia e shenjës së denit, që jeni ju vetë, energjia e shenjave të zjarit, por edhe në lidhje me energjinë e shenjave të ujit. Atëherë ju shoh në fillim të javës ju do të rriqeni. Ndoshta do ndjeni të lodhur, keni nevojë të qetësoheni, të qëndroni me veten tuaj dhe të mendoni se si të jeni dritë në rrugën tuaj, në lidhje me një dashuri, me një takim që do keni me një person. Dhe mbas këtij takimi ndjeni entuziazm, do jeni duke festuar, mendoni që jeni themelet me këtë person, por të rriqeni dhe shoh që jeni duke menduar përsëri këtë situatë, se si mund të jepni drejtim. Dhe në mesin e javës së 4 ju shoh që jeni në pritje të një përgjigjeje. Ndoshta prisni një lajm ose jeni duke pritur një përgjigje në lidhje me punën, një përgjigje nga fëmijët tuaj, një përgjigje ekonomike, mund ta merrni në situata të ndryshme. Gjithsesi në fund të javës ju shoh që bini ose refuzoni një dashuri, ju jeni në pritje të një përgjigjeje, por jeni duke refuzuar këtë dashuri. Sepse jeni përqendruar kaq shumë te, nuk e di, te një lloj mërzitje, saqë e refuzoni këtë person. Ndërsa për pjesën tjetër ju shoh që jeni të përqendruar shumë në të përditshmen tuaj dhe nuk shikoni mundësitë dhe ofertat që ju vijnë. Edhe pse jeni në pritje të përgjigjeve, ju përqendroni te gjërat e përditshme dhe sikur kjo përgjigje vjen pa pritur në lidhje me një punë, me një partneritet, me një bashkëpunim, mund të jetë një përgjigje ekonomike, dhe ju jeni futur në një lloj trishtimi saqë nuk shikoni këtë mundësi që ju jepet. Gjithsesi, është një muaj fantastik, tham që këto 5 muaj do jenë pak të vështira, por e rëndësishme është që gjithsecili tregohet i kujdesshëm, ka uljet dhe ngritjet e veta. Atëherë do marr dhe një mesazh nga angjëjt dhe shohim se çfarë ju thon. Çfarë mesazhi ju japin. Dhe kemi një energji të fortë zjari, këtu shohim që ju do interesoni për mundësitë dhe ofertat që do t'ju vinë. Mund të jetë një ofertë në lidhje me dashurinë ose një mundësi dhe ju do jeni të interesuar në lidhje me këtë, ose në lidhje me punën tuaj, në lidhje me karrierën, sepse shoh që do bëni dhe zgjedhje të rëndësishme në karrierë, dhe jeta juaj thotë do ndryshoj tani dhe në vazhdim. Në momentin që ju të bëni këtë zgjedhje, atëherë jeta juaj do ndryshoj këtej dhe në vazhdim. Dhe këtu flasim në lidhje me çfarë do lloj zgjidhje që do t'i jepni gjërave. Por më tepër ka lidhje me anën e karrierës. Flasim në lidhje me karrierën. Mundësitë dhe ofertat mund t'i shikoni gjatë këtij muaji, sepse janë mundësitë dhe ofertat që ju do t'ju ndryshojnë jetën tuaj. Atëherë kjo ishte për ju, ju përshëndes të gjithëve, ju uroj një muaj sa më të mbar. Mos harroni shtypni butonin like, bëni subscribe për të marrë sa më shumë video nga ky kanal.
Dhe gjithë ata që janë të interesuar për lexime private mund të kontaktojnë në adresën e emailit ose te WhatsAppi. Ju ftoj, më falni, ju ftoj edhe një herë të dëgjoni dhe videot e kaluara të këtij kanali, videot e muajit shkurt, videot e javës dhe video me tema të ndryshme në këtë kanal. Atëherë, ju uroj një muaj sa më të mbar, dëgjim të këndshëm të kësaj videoje dhe një mbasditë sa më të këndshme.